You're getting closer. Look in my eyes, told you. Your heart is everything. Përshëndetje dashur miq. Kësaj here jo vetëm mod është në Rom për një event shumë special. Është një organizim I cili bëhet në kuadër të 550 vjetorit të përkujtimit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E në fakt jemi në sheshin Shëmpjetër, aty ku do të nisë gjithçka, aty ku do të nisë ky aktivitet organizuar me aq përpikmëri dhe shumë dashuri nga zonja Melinda Dodaj, ambasadore e Shqipërisë në Vatikan. Do të mbledhi në një takim special 200 shqiptar që do të takojnë nga afër papën dhe do të jenë artistë, arbëresh dhe të gjithë që të kenë mundësi për të takuar nga afër dhe për të kujtuar heroin ton kombëtar. Janë mbledhur për të kremtuar këtë 550 vjetor dhe për të ardhur sa më afër shqiptarëve, por gjithashtu edhe atyre që duan të shikojnë nga afër pra këtë performues të njohur shqiptar në një koncert shumë special. Më shumë se 400 të ftuar do të jenë të mbledhur së bashku për të shijuar koncertin. Po si nisi gjithë kjo? Ju ftoj në këtë rrugtim që pa diskutim do të shënoj në historinë qoftë artistike të vendit tonë. Në 1968, 500 vjetori I heroit kombëtar u celebrua edhe në Rom, ku ka një shesh me emrin Albania dhe edhe një përmendore për Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Një mesh e veçantë me praninë e Papës Pali IV u mbajt në selinë e shenjtë të Vatikanit, siç mund të merret me mend pa asnjë delegacion nga Shqipëria komuniste. Krenar, bekimin e atit të shenjtë e morën ata që njihen si bijtë e Skënderbeut, arbëreshët si edhe shqiptar të diasporës. Për Vatikanin, Skënderbeu ishte në 1968, është akoma sot në 2018, është gjithashtu dhe një figurë emblematike. Ishte një surprizë e madhe në shekullin e 15 që një popull I vogël dhe një prijës I këtij populli të vogël të bë shpresa e Europës në mesin e shekullit 15 për të evituar, për të shmangur invazionin osmane të Europës. Pesha historike e Skënderbeut nuk zëvend vetëm si udhëheqës ushtarak, politik e shpirtëror I kryengritjes shqiptare ndaj pushtuesve, një strateg I zoti edhe në politikën e jashtme. Rreth vitit 1458, Skënderbeu realizoi një vizitë historike në Vatikan, ku Papa Kalisti kërkoi ndihmën e tij për t'i dhënë fund luftës civile në Itali. Një vit më vonë, me ndihmën e ushtrisë së Skënderbeut, lufta civile kishte marrë fund dhe aleati I tij, Ferdinandi I parë I Napolit, mbretëronte jugun e Italisë. Gjë që nuk ja kthyen gjithmonë fuqitë e perëndimit Skënderbeut nuk e ndihmuan atë mas, siç e thonë dhe vetë papët, sidomos Papa Kalisti III apo Piu II që erdhi mas tij, e nënvizojnë me forcë këtë që Skënderbeun e kemi lënë vetëm për fajin tuaj, ju drejtohet ai princëve ndryshëm të Europës. Papa Piu II ka bërë deklarata të jashtëzakonshme për Skënderbeun dhe përdorte Skënderbeun në letërkëmbimet e tij me mbretërit e ndryshëm të Burgundisë, Francës, për shembull, të Hungarisë, me banin e Kroacisë, thot banit të Kroacisë në një moment që ti duhet të bëhesh si Skënderbeu. Më 19 nëntor 2018, në përkujtim të tij, Vatikani I hapi dyert shqiptarëve në një pritje historike nga Papa Francesku në selinë e shenjtë. Organizuar nga ambasadorja shqiptare në Vatikan, Melinda Doda, për herë të parë mbi 200 shqiptarë të artit, biznesit, kulturës dhe kontribues në fushat të tjera, morën bekimin e atit të shenjtë. Një ngjarje pak të thuash e rrallë, që kulmoi në një koncert me 11 prej artistëve MNZ shqiptar, të bashkuar në muzikë dhe në përkujtim të Skënderbeut. Një sër aktivitetesh do të fillonin prej jush, në fakt duke u përmbyllur me një jubilej kaq të madh
dhe me takimin në Vatikan me Papën, një gjë e pazakontë në fakt. Aktiviteti i parë ka nisur pa u shpallur orende viti i Skënderbeut, pikërisht mbi Skënderbeun. Ishte 9 tetori i vitit të kaluar, 2017-s, kur unë mendova dua të bëj diçka për Skënderbeun, por ato çka tek arbëreshët kanë mbetur nga Skënderbeu. U realizuan me datën 9 tetor, pra punimet filluan më përpara, në momentin që u shpall më vonë dhe viti i Skënderbeut ishte Duke si kishte apo kishe nisur. Sa po kisha nisur që në 2017. Dhe ishte shumë bukur, aktivitetin e inauguroi Ministri i Kulturës së Vatikanit, Kardinali Gianfranco Ravasi, që është presidenti i Këshillit Papnor për Kulturën, dhe ai me shumë entuziazëm, sapo i prezentova projektin, i prezentova 2 projekte dhe më tha Majlinda dua të realizoj dhe të inauguroj këtë projektin që më prezentove për arbëreshët. Në fund të konferencës mendova që shpresoj që Senatit na jap edhe një herë këtë sallë kaq prestigjioze që të bëjmë hapjen e vitit të Skënderbeut dhe u mblodhëm përsëri. Pastaj ishte me ministrin Majko, një mesh në kishën e shqiptarëve, pikërisht në mbas 2 ditësh. Me një bashkëpunim shumë i bukur ishte edhe me ambasadën të Spanjës. Pranë së Shejt, dhe nga takimi në mars e realizuam në qershor, pikërisht në selin prestigjioze të ambasadës së Spanjës pranë së Shejt. Pastaj një koncert me artistin Olen Cezari. Dhe duke se këtu filloi shkëndija për të pasur aktivitetin e madh në cilin Aktiviteti i madh, jo, ideja ishte më përpara dhe isha në pritje, pra unë kisha shprehur këtë ide, kisha biseduar me gjithë sekretarinë e shtetit. Është e mundur që ne të realizojmë një audiencë me profesorë të popullit shqiptar, me arbëreshët dhe me një grup artistësh, me famë botërore që kishin shprehur dëshirën të vinin në Olen. Hajde Olen, hajde. Hajde. Se erdhe në momentin. Dhe pikërisht për këtë po flistim. Për këtë po flistim, po, që kishit shprehur, që shprehun dëshirën për të qenë të pranishim tek Papa Francesco. Dhe në momentin që ne morëm okejin që Papa i pret edhe artistët dhe reprezentantët e tjerë të popullit shqiptar, me Olenin dhe me Imvën, sepse ishin 2 artistët e parë me të cilët komunikova, shprehën entuziazmin, Tesa erdhi nga artisti Olen Cezari, nuk mund t'i thoj absolutisht jo, unë ndodhesha në Kanada në ato momente, nuk e di akoma shumë sakt kur do kthehesha, ma i thash do bëj çdo jetë e mundur, të kem në dorë të jem pjesë e këtij eventi. Më bë një kërkesë shumë specifike që nuk mund t'i thoj ajo, ishte që unë të këndoja Adagjon. Sot do t'jesh në Vatikan për të takuar Papën dhe më pas do të kesh një koncert dhe të cilin ti do e përmbyllësh. Si ndjesh për këtë eksperiencë? Unë s'po muj hala me realizu që jam në Romë sot dhe më nëzë kumë prit marë për me bë koncertin. Jena pregadit që janë një ofë bashkë, kena luj pak, kë ka bon pianone, kom kënu këtë kongë. Ishe vetëm 8 vjeç, Erza, kur ti more pjesë në France Got Talent, apo? Po, qështo. Si ka qenë ai moment për ty? Emocionus? Po, jam kanë shumë emocionu edhe shumë mirë, kam se u kanë ëndra ime me bon këtë mision. Dhe arritet deri në finale, apo jo duke dalë dhe e treta? Po, qështo. Aktualisht, me çfarë po merret Erza? Tashti, unë po shkoj në shkollë normal Secret Fëmijë, po jam tu përgatit pak për albumin tem solo. Ti je gjithashtu dhe në një grup po me këngëtar. Po jam më trego pak për këtë projekt. Po jam kon 3 vjet me këtë grup, kena bë koncerta në krejt botën, në krejt Francë. Edhe tashti jena nol, 200 miliona gote kena në klikime me në kongë në YouTube. Edhe kur s'kesha minu që kena me pas një sukses qështu. Ke vizituar shumë shtete. Po. Cili është vendi yt i preferuar? Shumë e du Kosovën, unë më nxi pres me shku atje. Ku mendon se do të shkosh? Mendon që do bësh një karrierë të madhe botërore? Unë shumë duosht ëndra ime me bën e karrierë e madhe, si Céline Dion, si Dua Lipa, është ëndra ime. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendons la gloire.
Në virtuosët ju performuat me njëra tjetrën dhe besoj që ti e ke njohur përpara Invamulën. Po, normal. Si ka qenë për ty ai momenti kur ti ke performuar me një nga divat më të mëdha të muzikës botërore gjithashtu, jo vetëm shqiptare? O konë diçka shumë të madhe pse kur s'kum minu njerë me knu me Invamulën, edhe kum ka vetë për me ban këtë emision, unë adin kum me që shtos, kum jam konë shumë e lumëtur. Dhe tani do të takojmë zonjën Invamula për zbuluar më shumë se çfarë do të ndodhë sonte. Inva jemi në momentet e fundit për para takimit me Papës, por gjithashtu edhe koncertit madhështor i cili mbahet ditën e sotme. Si nisi e gjitha kjo? Një ditë të bukur mora një telefonat nga ambasadorja jonë këtu në Vatikan, zoja Majlinda Dodaj, e cila më tha që kishte një ide për të organizuar një takim me artist, me politikan, me intelektual shqiptar, për herë të parë. Është një takim historik, do thoja. Jemi 11 artist të zhanreve të ndryshme. Kemi këngëtar lirik, kemi këngëtar pop, kemi kërcimtar, kemi një recitues, Lorik Cana, do të thënë është shumë e bukur, është një mix personalitetesh, do thoja. Po gjitha duhet të lidhet, gjithë ky event i sotëm duhet të lidhet me një ide të përgjithshme. Dashurinë që kemi për njëri tjetrin, mos ta harrojmë. Respektin për heronjtë tanë, që na kanë lënë një komp, që ne sot duhet ta mbajmë fort. Si e përitoni këtë bashkim zërash? Fillojmë koncertin për shembull me Gens to Kitchen me një pianist të shkëlqyer që të gjithë e njohin. Dhe ai ka dedikuar një pjesë, është fantazi për pianoforte që ja ka dedikuar Papa Franceskut. Kemi Olen Cezari me Ave Maria të Schubertit. Unë kam zgjedhur për shembull zgjodha diçka arbëreshe, diçka, në fakt është një kompozim i Avnimulës, Moje bukur arbëri, që këngë shumë e njohur që Vaçezela ka kënduar Lorik Cana me një poezi shumë të bukur. Ndoshta do thoja ai ka zgjedhur diçka shumë të bukur të Atë Gjergj Kemi Ramelan, tenorin e mrekullueshëm. Erza të këndoj Aleluja dhe mendoj që me zëri i bukur i Erzës, pastërtia e adoleshencës, preadoleshencës së saj, talentit së saj të mrekullueshëm do konkludoj. Kemi dy kërcimtar të shkëlqyer, Eno Peçin dhe Kledi Kadiun. Do thoya që Dua është një nga figurat më të ndritura. Për sa i përket mesazhit që sjell ky event, tesën që ambasadorja Dodaj ka përshkruar është tutti uniti con la musica per l'unità del paese. Do të thënë jemi të gjithë, muzika na bën së bashku për unitetin e përbashkimin e vendit. Ai mesazh që ka qenë dhe në kohën e Skënderbeut, ne e sjellim me anë të artit. Si u mblodhët bashk në të gjithë të? Në fakt, kur Majlinda ma ka thënë si ide, do më thënë ishte e pa diskutueshme, vetëm kisha hallin dhe stresin derisa ma thot datën, sepse nga që isha me shfaqje mes Rigës dhe Moskës, diskutimi mbrëm në darkë ishte se si ka mundësi që kaq shpejt dhe një periudhë kaq shkurt u aranxhu gjithçka. Unë mendoj që kur janë qëllime të tilla ose momente ose lëvizje kombëtare, shqiptarët shumë shpesh kanë ditë me tregu që janë të gatshëm dhe bëjnë më të mira. Tirana kur do të takojmë? Kam përshtypjen që shumë shpejt, ka mundësi fund viti do takohemi edhe në Tiranë. Ishte vizita e parë në një shtet evropian e Papa Franceskut. 21 shtatori 2014 që një moment historik për besimtarët në botë, një moment historik për të gjithë shqiptarët. Aso kohë sapo zgjedhur për drejtuar Selinë e Shenjtë, Papa Francesku zgjodhi të vizitonte së pari kryeqytetin shqiptar si simboli harmonisë fetare. Pas 4 vitesh, në një ditë historike për të gjithë ne,
Në 550 vjetorin e heroit emblematik Gjergj Kastriot Skënderbeu, Papa Francesku priti për herë të parë qindra shqiptarë në shtëpinë e tij në Vatikan. Në fjalim e konsideroi Gjergj Kastriotin atleta Kristi, një luftëtar të shenjtë për Krishtërimin, një herësh edhe një simbol të padiskutueshëm Bashkimi Kombëtar. Atëherë thashme, derisa ne nuk ishim në vitin 1968, pse mos jemi sot, pas 50 vitesh, të festojmë në Vatikan dhe të përkujtojmë herojin tonë. Sot ishte demonstrim edhe nga ana e liderëve fetar dhe besimeve të ndryshme fetare që sot ishin audiencë me Papën, pra erdhën në Selinë e Shtetë, shkelën në tokën e Vatikanit, të gjithë liderit fetar. Patën mundësi të ishin. Ishte një gjë e pazakontë në fakt që në momentin që Papa vendosi që takonte secilin prej të ftuarve që ju mblodhët aty, apo jo? Po, edhe kjo ishte një pjesë e këmbguljes. Pa diskutim. Sepse në momentin që unë u futa brenda dhe pjesa tjetër rrinte, i thash të gjithë janë duke pritur me ankth, Papa do të takoj. Majlinda e vendoset në moment, ajo dhe nga koha, edhe i thash nuk e di, por ata të gjithë presin që Papën ta takojnë, kanë ardhur pikërisht për t'i pusur dorën në ati të shetë dhe Papa pranoi me kënaqësi, siç e pat ju i qeshur gjatë gjithë kohës. Che in tutti i tempi ha riunito il popolo d'Albania. Vi ringrazio di cuore. Il cardinale Parolin, grazie di cuore che ha appoggiato e è qui per salutare tutti noi. Il concerto ha per tema Uniti nella musica e nel ricordo di Skanderberg. Ka bërë një pyetje më si është mundur që sa herë që ti bën një event vinë gjithë to kryeministrat e Vatikanit, i bim ti do të në fakt e dëgjova dhe unë këtë. Bravo, nuk vinë me asnjë vend. Nuk vinë. Nuk vinë, është ratar, është rregulla sakra. Jo vetëm që s'vinë, por e gjendën në skenë, që ka koncertin dhe unë isha nga mbrapa e ndigjova, thash pritse se më duket si një zë i njohur, po s'po e besoj. Futa kokën këtë cepi e pash ika, pastaj shkova brapa kamerinën time. Gjatë takimit që unë pata me kardinalin Parolin, i shpjegova që Papa Francesku na pret në audiencë, i tregova të gjithë kush kanë ardhur, liderit fetar, delegacioni shtetëror, artistët i tregova të gjithë emrat. Edhe thasha, mund ta bëj një kërkesë. Edhe ai me atë buzëqeshje, me atë dashamirësi, e kam kuptuar Majlinda se cila është kërkesa. Ishim dhe në Vatikan, pra ishte takimi me Papën. Si ishte për ty ky takim? Është diçka e veçantë, domethënë mua s'ma kishte marrë ndonjëherë mendje që të takoja Papa Franceskun ndonjë ditë. Kështu që ishte diçka e veçantë edhe u gëzova shumë se edhe në Vatikan nuk isha qenë ndonjëherë brenda. Unë tani do ikë në Vjenë, nga Vjena pastaj në dhjetor jam në Gjermani për një krijim të ri që do bëj. Nga viti tjetër është komplet i ri. Pastaj në Rusi, në Zvicër. Senza di te tutto per me svanisce. Dei fiori l'effluvio, negli alberi dono mi reccano di frutti, non fiorisce per me la primavera, quando sono da te lontano. Per poter ritrovare un pezzo di cielo in più. Si të erdhi kjo ftesë?
Më ftoi ambasada dhe mori në telefon Olen Cezari, që është miku im dhe muzikant i jashtëzakonshëm, edhe pranova me njëherë, se më duk një rast i mrekullueshëm. Pastaj Skënderbeu është rockstari më i madh i Shqipërisë. Kuptohet, kështu që në emër të tij të gjithë u mlodhën. Papën gjithashtu Po. Më pëlqen shumë ky papa. Është më shumë njeri se roli i tij, e kupton? Gjatë takimit tuaj, patëm mundësi të bëjmë një gjë tjetër apo si u drejtove? Ciao, un piacere. Si u drejtove? Si ishte një që na largonte, se ishim shumë, tani ai djalë i ri nuk është, i mirë është, po djalë i ri nuk është. Po, është herë e parë. Po, do e takoj prapë tani herë dytë se kam koncert në Vatikan, koncertin della notte di Natale. Kur bëra koncertin në Shqipëri ishte ndryshe sepse atje janë në vend tjetër, janë në Shqipëri, kështu që dihet që audienca është janë shqiptar. Këtu në Romë, në zemrën e Romës, teatri plot, ishte gjë shumë emocionuese. Kur mblidhemi bashkë, jemi të fuqishëm. Ashtu si na ka mësuar Xhaxhi Skënderbeu. Pastaj kam një turne që fillon në shkurt edhe mbaron në fund të marsit. Kam 24 koncerte në Itali, mbas edhe një në Shqipëri. Nuk e di akoma. Caktuar akoma datën? Jo, nuk e kam caktuar akoma. Kur ta caktoj, I'll let you know. Do të jem në datën 29 në Shesh për natën e bardhë, do këndoj, pastaj do nisem direkt në Kazakistan. Fundi i këtij viti do më gjej në Paris në Pallatin e Kongreseve me musicalin Notre Dame de Paris. Po duket si kur kemi arritur kulmin me aktivitetet. Melinda, po mendon që do të ketë më shumë akoma? Presim akoma më shumë, presim akoma më shumë. Pasi u realizua koncerti, ditët e fundit, ishte mesi javës që kaloi, mendova ne jemi të akredituar edhe pranë urdhrit të Maltës. Atëherë na pret Papa Francesco, kardinali Parolin do të vi të inauguroj koncertin, diçka dhe me urdhrin e Maltës. Ja dhe kjo u bë. Edhe me njëherë komunikimet, është e mundur një takim me princin e Maltë, urdhrit të Maltës. Thanë princi të hënën vjen, sepse nuk është këtu, sepse ka ikur për ushtrimet shpirtërore dhe hynte vetëm ditën të hënën që kaloi. Tash ok, lidhemi të martën. Të mërkurën ktheu përgjigjen që është dhe princi mjeshtri i madh. Pra aktivitetet nuk përfundojnë. Do na pres nesër në orën 10 në Pallatin Magjistral të urdhrit të Sovran të Maltës. Perfekt. Për të përkujtuar Skënderbeun edhe pranë urdhrit të Maltës. Pra nuk përfundon asnjëherë pra dëshira për ta njohur edhe më shumë Shqipërinë, për t'i afruar shqiptarët. Dëshira për ta njohur Shqipërinë ka lindur që kur unë isha studente. Sepse gjatë bisedimeve me studentet e tjerë, shikoja, unë isha vetmja studente e huaj në Universitetin e Perugjës, dhe më pyesnin shumë gjëra për Shqipërinë, nuk kishin informacione. Dhe aty unë doja vetëm tregoja për Shqipërinë dhe e bëj me shumë dëshirë dhe me pasion që të tregojmë të gjitha vlerat e popullit tonë. Kemi ende për treguar shumë, besoj. Edhe ju më mirë se çdo njeri deri më tani që kemi parë, e keni bërë më së miri. Dhe ju uroj një punë sa më të mbarë në këtë çfarë keni nisur, sepse është vërtet e çmuar për të çmuar. Unë do bëj të pamundërën që të tregojmë akoma më shumë për Shqipërinë. Kemi treguar mbi lirinë fetare pas rënies së komunizmit, i cili kushtetuta shqiptare është në nivelet më të avancuara, sepse ka barazin në kushtetut të gjitha feve religioneve. Dhe shpresojmë që aktivitetet të tjera të bukura të realizojmë sa më shpejt. Për të na bashkuar edhe më shumë. Për të bashkuar. Faleminderit.
Vjerën jemi në Romën e bukur dhe duke përjetuar gjithë ndjesinë e mirë që na ka dhënë gjatë gjithë emisionit të Jo Vetëm Mod. Do të vijoj me emisionin por me një tjetër personazh. Është Castro Zizo, i cili javën e shkuar erdhi në 20 vjetorin e Kënga Magjike me një projekt të ri muzikor. Por çfarë ka për të thënë në këtë 20 vjetor? E zbulojmë. Miku ynë më i mirë, Gjumi, e meriton një himn dhe Castro Zizo e bëri realitet këtë ëndër. Sonata e Gjumit u prezantua në fazën e parë të edicionit të 20 të Kënga Magjike dhe duhet thënë se kishte ca të vërteta të pamohueshme në vargjet e saj. E dua Gjumi se aty jam rreth, e dua Gjumi se aty jam shef, e dua Gjumi se aty s'kam borxhe. Por si mbërriti frymëzimi i Castros prej gjinkalës së famshme deri këtu. Ishte një periudhë gjatë që frymëzohesha nga insekte, nga kafshë, nga shpende, nga këto gjëra. Dhe pastaj një natë ashtu qelloi që merdi e iluminimit, në fakt unë duke qenë një njerëz që s'e kam dashur fare gjumin, shkoja kështu në perceptimet mia që po sikur një njerëzim të ishte pa gjumë, për shembull, një njerëzim që mos flinte kurrë dhe 24 orë të ishte i zgjuar, ku do ishte stadion teknologjike kështu me radhë. Aty erdhi, pastaj gjumi është i çlirim, është një univers më vete që takon njerëz të tu të dashur që si kemë në këtë jetë. Je i lirë për të bërë çfarë duash deri edhe në vrasje dhe e di shumë mirë që je në gjumë dhe pastaj mund t'i rregullosh gjërat prapë. Është një këngë që përcjell gjendje pozitive me tinguj të stilit funky, por pjesa e strofës, cilën kantautorja dedikon mamasë të tij të ndjerë, duket sikur shkëputet në një lloj melankolie. E dua Gjumi se në ndër ti, nëna ime di të takoj aty. E dua Gjumi se aty mund qaj, nuk kam turthe m'fal, nuk kam turthe m'fal. E themi që edhe një lloj ndjese që unë ja bëj edhe duke lënë shumë janë edhe atë egon le ta quajmë maskiliste që jam i detyruar që të shoqëroj në këtë realitet që bëjmë, edhe sigurisht ajo nuk do mungonte dot që të ishte në vargjet e sonatës Gjumit. Botën e mohoja, do të stë pranoja. Vetëm muajin e fundit, Castro ka sjell 4 këngë të reja, me djetra produksione dhe klipet publikuara gjatë 22 viteve karrierë. Castro mund të konsiderohet padyshim një ndër artistët më produktiv shqiptar. Jam më produktivi, po jo më i klikuari, edhe më vjen shumë mirë që nga viti tjetër YouTube i ka marrë disa masa që nuk do lejoj më bleri, gjërat e kam përshtypjen vërtet artistët apo këngëtarët që janë qarkullin do ta shohin fytyrën e tyre të vërtetë edhe me klikimet. Të shumta janë edhe bashkëpunimet e tij, që në skenën e Këngës Magjike vitin e kaluar, kur bashkë me 17 vjeçaren Rea Nuhu dhuruan një performancë emocionuese të baladës Pa Faj. Në momentin që kam disa gjëra në dorë që mendoj nuk janë pak, pse jo disa njerëz që janë vërtet talentuar t'i jap dorë. Jo më kot vinë edhe me bashkëpunime me mua të drejtë për drejta, sepse kam përshtypjen edhe, si më thon, do të jenë më shpejt në epiqendrën e vëmendjes. Rea ishte një, le të themi, nuk po e quaj, po mund ta quaj si zbulim timin, pavarësisht që ajo kishte vite që ishte në skenë, por thjesht i dash një dorë më të fortë. U largove shpejt, ta thash asnjëherë se ti ishe dita ime dje. Por në këtë edicion, Rea dhe Castro janë në pozitën e konkurrentëve për të kualifikuar në netët e mëdha të Kënga Magjike. Kam kontribuar, le të themi, paktën emocionalisht apo aty në kafe që kemi përballë. Vjen me një stil ndryshe, vjen vetëm, edhe sigurisht edhe ajo ka përgjegjësitë shumë të mëdha. Frikat, i ka biles edhe një lloj paniku bën sa ditë, që më thonë nuk e di, kam frikë për finalen, gjëra thash zemër. Edhe unë kam 22 vjet karrierë në Këngë Magjike, kam pasur raste apo një rast le të themi që nuk kam qenë në finale. Siç mund të ndodhi që edhe me mua, për shembull, nuk do të votojnë edhe unë nuk do në finale, kështu. Dhe këtë e them pa ironi fare, siç edhe mund të ndodhi. Por edhe po ndodhi kjo, kam gati klipin, kështu që s'është problem fare. Përveç këngës Sonatës Gjumit,
Unë vide me 2 materiale të tjera, mbas edhe 3 nuk është çudi, të gjitha shoqëruar me klip. Me gjithë këto eksperimente në stile krejt të ndryshme, me dëshirën për të bashkëpunuar gjithmonë me artistë që sjellin frymë të re në muzikën e tij dhe mbi të gjitha, si një prej personazheve më kontrovers të televizioneve tona, Castro Zizo duket sikur ka goxhat përbashkëta me reperin e njohur Kanye West. Më pëlqen krahasimi në një pikë, pastaj nuk pëlqen në rrjedhshmërinë e mendjes si ka, domethënë që se kam dëgjuar apo kam lexuar artikuj që ai ka rrjedh fare, nuk është rasti im, unë pak kam mbledh trosi, i kisha lëshuar pllumat. Jo, i kisha lëshuar pllumat një periudhë, tashmë i kam vit i kam mbledhur prapë, domethënë të paktën një gjysmë leje është bër. Tash nuk kam një grua si Kim Kardashian, larg o zot domethënë. Kur mos e paça, po ku e diun se unë jam pak old school, për shembull, Nicole Kidman më intrigon për shembull edhe në moshën që ka tani. Yo menton, pusheton. Është i vetmi event artistik në vend që vlerëson artistë në të gjitha zhanret kryesore të artit. Të mërkurë, në sallën e madhe të katedrales ortodokse, çmimet kult mblodhen mbi 60 artistë nominuar në 11 kategori në muzikë, letërsi, studime letrare, film dhe teatr për veprat e tyre gjatë këtij viti në Shqipëri e në Kosovë. Që më vjen mirë shumë për që jemi këtu, në pjesën e të nominuarve, është një shaj e mirë që edhe Shqipëria po e hap dyrt për artin e Kosovës. Dashurinë në mes 2 burrave më prezantu si dashuri pa gjini. Më thëmë vetëm si dashuri universale, sa ashtu kemi dashur edhe na me pa. Kemi qenë ne paragjykues ndaj shqiptarëve në përgjithësi, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, që do të kemi probleme pasi që filmi ka një temë tabu dhe që s'është prek më herët me një film të metrazhit gjatë artistik. Edhe çfarë ndodhi pastaj ishte që u mbushën sallat, në Kosovë atëherë theu rekorde të shikueshmërisë dhe nuk kishim asnjë letër të keqe, negative ose diçka që u kërcënu dikush ose diçka tjetër. Nga Cine Days në Shkup kemi fituar çmimin e filmit më të mirë në kategorinë Cine Ballkan. E nominuar për këngën më të mirë të vitit me E çmendur, Angela Peristeri rikthehet në të njëjtin vend ku një javë më parë mbajti koncertin e saj të parë recital. Është një këngë që përderisa doli dhe fituese në këngën magjike, me sa duket njerëzit e kanë pëlqyer shumë, edhe mua më pëlqen jashtë mase tani. Rëndësi ka që jemi të nominuar, fitojmë është punë tjetër. Por mendoj që projekti në reflektim do ta çojmë edhe në disa qytete të Shqipërisë dhe ndoshta edhe në Shkup edhe në Kosovë. Kam nxjerrë 2 këngë të reja, është po, ndoshta tani në periudhën e marsit dhe të prillit do dalë diçka e re. Në ceremoninë e çmimeve kult, nuk munguan as shefat e sfidës së gatimit në klan, Alfio dhe Indriti, por Alfio kishte një arsye akoma më personale për qenë i pranishëm, për të shoqëruar partneren e tij Fatma Metasani, dhe na zbulon se nuk janë bashkë vetëm në eventet publike. Po, jetojmë bashkë. Një vit e pak, nga ka frua shumë. Besoj që para se të lidhesh me vërtet me një person, do jetosh pak bashkë. Që se do martohemi dite, do jetë testimoni i dasmës. Si do testimoni shqip? Dëshmitar. Unë nuk do them, gjësonte se duhet përsëris tekstin. Na panë nëpër Instagram që rrim shumë bashkë, më duket, edhe na propozuan që të drejtonim bashkë tapetën e kuq të çmimeve kult. Ne mezi po e presim, unë do t'jap edhe një çmim, do t'jap çmimin e këngës së vitit bashkë me Soni Malen, kështu që jam i emocionuar edhe për atë pjesën e skenës. Nuk është profili i mirë, kam bërë 1 orë intervistë me atë profil, është skandal. Jam kurioze, kush mund të jetë në fakt, sepse deri në momentet e fundit nuk është se zbulohet, është në zarf i mbyllur me vull. E kam qenë disa herë nominuar, asnjëherë fituese. Tani e rëndësishme është festivali i madh. Kam këngë të tjera, në bashkëpunim shumë interesant, fakt, me një bashkëbondasin tim, që është Gëzim Nika. Jo vetëm për muzikën, Soni na zbulon se lidhja e saj 3 vjeçare vijon në rrugë të mbar, por a vazhdon ta shikojë martesën si diçka të panevojshme, siç ka deklaruar në intervistat e mëparshme? E kemi rimenduar edhe një herë. Përkthyer nga origjinali në frëngjisht, Edmond Stupja ka sjell 3 romane të atij që tashmë mund të konsiderohet një prej shkrimtarëve modern më të dashur për lexuesit shqiptar, David Fuenkinos. Këtë vit nominohet në kategorinë e përkthyesit më të mirë për romanin Charlota. Ka dëmshuri brenda për njeriu. Ka ndjenjë, ka empati, ndjejet. Unë kam takuar edhe vetë shkrimtarin David Fuenkinosin dhe është shumë i vëmendshëm ndaj botës së brendshme të personazheve, sidomos të personazheve femërore. Shumë interesant. Pa përkthyes të mirë, por që të jesh përkthyes i mirë duhet nuk mund të jesh përkthyes i mirë që në moshën 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, se është kultura.
është prapa, duhet të kesh kulturë, duhet të kesh lexuar shumë, duhet të njohësh mirë gjuhën tënde, shumë mirë, gjuhën e huaj mirë. Marrja e vendimit për këngën më të mirë të vitit. Kënga e vitit, Mall e Eugen Pushpeta. Erdian Kristian Kyçy. Sadik Spahia. Më falni, po jam fan se Sadikut, e vlerësoj shumë punën e tij. Të më falni se po vita marr pa leje, po do t'ja çoj, me siguri. Besoj se është një vepër shumë e mirë e Sadikut. Vox Machine është një vepër e jashtëzakonshme, për masa të jashtëzakonshme. Për më tepër jam e lumtur sepse është miku im. Dhe është nga ata artistë që jam e sigurt që dhe po dilte është nga ata artistë modest që lë veten ta vlerësoj puna e tij. Dhe jam vërtet e lumtur, sigurt ta kisha marrë unë. Luiza Giovanni. Ndonse nuk u shpall fituese e çmimit kult në kategorinë e aktores më të mirë për shfaqjen Ekus, një shfaqje tjetër me regji të Dino Mustafiq, po i sjell Ema Andreas vlerësime në festivalet jashtë vendit. Së fundi për rolin e nënës tek Nëna dhe Fëmia, ajo fitoi çmimin e aktores më të mirë në festivalin ndërkombëtar të teatrit në Shkup. Unë nuk shkova ta marr sepse në festivalin e Shkupit ata kanë vetëm çmimin për shfaqja më e mirë. Por juria mendoi atë natë ka shpallur, më ka ardhur video në 11 natës, që të jepni një vlerësim special edhe për një aktore më të mirë. Pra, nuk e di se ç'kanë menduar ata, por nuk donin të dilte e pavlerësuar shfaqja Nëna dhe Fëmia dhe ndoshta menduan të japin aktores më të mirë. Është përvojë eksperiencës dhe drejtimit jashtëzakonshëm të Dino Mustafiq, i cili ende po punon në Shqipëri, dhe unë jam mirënjohës se atij si gjithë stafit të Ekus, por në rastin e Nëna dhe Fëmia e stafit që besoi tek ajo vepër alternative, vend alternativ. Të shpallur fituesin dy regjisor. Namika Jazi për filmin Amaneti. Filmi nuk duhet të jetë janë 4 vjet apo janë 5 vjet. Filmi duhet të jetë 2 herë në vit. Është 60 vjetori i filmit të parë shqiptar me metrazh të gjatë, filmi Tana. Është njeriu që udhtoi gjithë jetën me kineman. Ky është Kristaj Dhama. Altin Basha. Është një projekt që ka një vlerë të rëndësishme në punët që unë kam bërë gjithë të vite, sepse bëhet si një projekt i pavarur. Prej shumë vitesh në Shqipëri ekziston teatri i pavarur, por ai nuk ka pasur asnjëherë një status të garantuar me ligj, dhe një mënyrë financimi që do ta bënte atë edhe më të mbështetur për të nxjerrë në pa potencialet që fshet. Teatri i pavarur ti jep lirinë e dur për të vënë çfarë do, për të punuar teatrin në mënyrën se si ti e mendon. Fitimi i këtij çmimi padyshim tregon se ky teatr ka atë vlerë që meriton dhe meriton vëmendjen e dur për të bërë, për të fituar për atë që thash, statusin e tij publik dhe sigurisht si rezultat i saj dhe mbështetjen e dur që asetet që ka ti evidentoj, po dhe ti çojë më lart. Reshat Arbana. Mendoj që e mbylla karrierën time me një punë të mirë, të lavdërueshme, që ai që s'e ka parë më vjen keq që s'e ka parë. Çdo ditë më shumë kërkohen gjëra të veçanta dhe për këtë gjë, vëlla e motër, Ariola dhe i Marion menduan që duhet të sillen diçka ndryshe, duke realizuar peizazhe, qoftë edhe portrete me penj edhe gosht. Dhe këtë teknikë e kanë sjellë së fundmi duke e zhvilluar edhe në një biznes të vogël, të cilin në fakt dritarin e parë ka pasur Instagramin. Por çdo ditë më shumë kërkohet. Ndaj kanë filluar që edhe të financohen nga jashtë dhe shpresojnë që çdo ditë të zhvillohen edhe më shumë. Por Silindi Zamo e ndjekën. Punimet artizanale kanë pushtuar tregun virtual, çka tregon se gjithmonë më shumë njerëz po kërkojnë krijimet personalizuara për dhurata, veshje, aksesor e sa produkte të tjera.
Pikërisht për këtë i Marioni dhe Ariola, vëlla e motër, janë bërë bashkë për të sjellë një teknik jo fort popullore, atë me thumba dhe penj. E nisën me tablot e drurit, por tashmë punimet e tyre realizohen edhe mbi materiale shumë të vështira, por që gjejnë përdorim në përditshmëri. Kur filloi gjithçka? Ka nisur në shkurt të 2017-s, kur mund të merrnim studion, ka qenë rreth gusht. E kemi nisur me një top futbolli. Punimi nga ana teknike është jo shumë mirë realizuar, po ka qenë lidhur me pasionet normalisht. Sepse Oni studion tek Universiteti i Sporteve. Faqja e Instagramit është hapur me 24 punime dhe brenda 24 orëve është kryer shitja e parë. Si teknik punimi, nga e mësuat apo nga interneti me tutoriale? Si e mësuat? Kemi parë punime në internet, por këtu i kemi sjell kemi huazuar shumë pjesëza teknikash derisa kemi krijuar një mënyrë tonën. Ja çoni punën në shtëpi apo vetëm këtu në studio? Fillon dhe mbaron gjithçka. Ka filluar në shtëpi, prindri normalisht na kanë suportuar deri në momentin e sotëm. Megjithëse gjatë gjithë kohës janë munduar të na kujtojnë faktin se ne jemi diplomuar për diçka tjetër. Kur filluat të fitoni të para dhe t'ju kthehej mbrapa për gjithmundi për edhe pasionin që kishit, çfarë ndodhi? A kishte një kthes nga ana e prindërve apo ato vazhdojnë dhe ngulmojnë që ju duhet vazhdoni në profesionin? Ato vazhdojnë dhe ngulmojnë. Ime motër është IT dhe babi ka të vështirë ta shohë duke ngul goshta gjithë ditën. Që nuk ka lidhje me paranë. Më tregoni pak për copcat e artit të cilat ju keni realizuar ndër vite. Një punim që unë kam shumë të preferuar janë dy fytyra. Njerëzit japin versione të ndryshme, por për mua është një njëjti person dhe është në luftë me veten. Mua më pëlqejnë shumë këto minimaliste, referuar punime që kemi këto dy fytyrat janë ndër të preferuarat e mia. Përpos ti është dhe lule dielli që më pëlqen shumë, e kam punuar me shumë dashuri. Ka qenë vështirë për të realizuar për shembull karikën? Edhe kanë frikë njerëzit të ulen aty. Njerëzit janë shumë kurioz, Karika është bler tek, si ta them, janë këto qendrat që shesin mobilje të përdorura, kështu që qëllimi është edhe riciklimi. Është punuar pjesa si për disa herë dhe është prishur disa herë derisa të dilte në atë formë. Po ashtu edhe me atë ndriçuesin që kemi aty, pa fund teste, jemi ulur këtu dhe nuk dinim si ta qëndroni. Kemi realizuar një ditë përpara finales, përpara prezantimit të produkteve. Por duke qenë se ne arritëm që të shpallemi fitues të këtij programi, ato do na suportojnë zhvillimin e këtyre si produkt. Ka qenë më e vështirë procesi në muri? Shumë i vështirë pasi muri, ku ne kemi punuar, ka qenë shumë i fortë, na është dashur të punojmë me materiale të tjera që nuk e kishim testuar në atë moment. Ne kemi realizuar atë punë për rreth një javë, por ka qenë super intensive nga mëngjesi deri në darkë. Sa kushtojnë çmimet e tyre? Çmimet variojnë, një plus i madh për konsumatorin është që ai mund ta zgjedhë vetë çmimin. Mund të vi këtu të japi subjektin apo personi që do ta dhurojë apo ambientin disa karakteristika. Gjithashtu të japi dhe një buxhet që ka ndërmend të shpenzojë për këtë dhe ne krijojmë pjesën tjetër. Si e keni quajtur Zamu? Më ka pëlqyer shumë si emër dhe po ta dash në 2 rroke dhe ta përmbysësh bëhet Muza. Edhe Zamu është pikërisht ky lloj frymëzimi dhe kjo lloj gjeti që ne jetojmë ndërkohë që punojmë apo krijojmë këtu. Ku do e çoni Zamu? Tani nuk jemi vetëm ne të dy, është edhe Ambra. Ambra është piktore dhe merr në pjesën e skicimit kryesisht. Duam shumë që të rritet edhe të ketë afër vetes dhe artistë të tjerë të cilët merren dhe krijojnë apo përdorin teknika të ndryshme për të shprehur veten apo për të ndihmuar njerëz të tjerë për të plotësuar atyre një nevojë. Shumë shpejt Zamu do të ketë edhe një antar të katërt, e cila do të kujdeset për nxjerrjen e teknikave të peut, jo më në mobilje, po diku tjetër. Projekti i fundit që do vinë në jetë së shpejti dhe që besoj se do japi më shumë famë këtij emri është që stringu po kalon në veshje. Nuk do bëhet me korda. Normalisht. Në fillim ne marrim materialin, lëndën e parë, druri, i cili trajtohet me materiale mbrojtëse sa i takon pjesës së izolimit.
Më pas realizohet lyrja e drurit e background të fondit me një ngjyrë të saktuar. Në këtë rast, në këtë punim, ngjyra është e zezë. Më pas realizohet skica më vete dhe hidhet e gjitha me thumba në këtë material. Është bestselleri jonë, e quajmë, është super i preferuar si punim, përfaqëson një marrëdhënie në çift ku djali është duke mbajtur një zemër. Në këtë rast po demonstrojmë thurjen e zemrës përmes kësaj teknike, përmes simetrisë e anës. Nëse nuk do bashkoheshin të gjitha rrugët e fillit në qendër, këtë do krijojë një vrim. Po, këtë do krijoshin disa qendra. Kjo është kalimi i dytë që po realizohet për të treguar një mbushje më solide dhe për të dhënë idenë më të qartë. Për të qenë të sigurt ne e djegim fundin e peut që të mos shkëputet. Edhe këtu procedojmë njësoj, do realizojmë numërimin që të dalë simetrike, por thurja do realizohet pak ndryshe. Me dy qendra të ndryshme që të realizohet mbushja edhe në mes. Do thonë, janë realizuar dy qendra, tani do realizohet mbushja e anës me një tjetër teknik thurje. Dashurisht jo vetëm mod, vizitës tonë në Rom i erdhi fundi këtu. Ashtu si kundër erdhi fundi dhe puntatës së ditës së sotme. Duke shpresuar që e keni shijuar një lloj si në këtë puntat, ju lëm takim javën e ardhshme në kvotën njëjtënor. Da 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 da.